në një farë mënyrë e kemi gjetë një terren të përshtatshëm kur jemi dalë prej Burgut. Ne donim që mbrana LDK-s në formë të organizuar, ndoshta në formë shumë të fshehtë, që të veprohet paralelisht edhe me një mënyrë tjetër të organizimit. Në kuadër të qeverisë në ekzil ka ekzistuar Ministri e Mbrojtjes edhe Ministri e Brendshme. Adem Jashari nuk ka qenë mohus i askujt në këtë Kosovë. Shpesh ka thonë nëse zina i gjallë edhe nuk vdes, kur ndesin kusht ka shtin këto punë, ka me thonë Ibrahim Rugova. Kanë qenë dy emra me të cilët Adem Jashari ka komunikuar nga distanca. Keni qenë ju, taj luftën nuk e ka pas kundër Ibrahim Rugova, as kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka pas luftën kundër Serbisë. As kush nuk thotë se Ibrahim Rugova se ka dashur lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në atë karri ku jeti ulën, ka pas njerëz që e kanë folë të kundërtën që apo thotë, gjykimin e fundit e jap edhe fundit publiku. Nga një koci, Zotit rujt e falenderit shumë për këtë bashkëbisedim. Vetëm besa se në një vdekje që të rëska. Juftoj të ndjekim bashkëbisedimin dhe rrëfimin unik me veprimtarin nga një koci. Pjesa e dytë. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë, në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin. Pjesa e dytë.